Festivali 33 i këngës për fëmijë në qytetin e Gramshit u shndrua në një udhëtim të ndritshëm mes artit, traditës dhe ëndrave të pastra fëmijërore, skena u mbush me zëra të kristalt dhe emocione të sinqerta, duke na rikujtuar se arti është më i bukur kur buron nga zemra. Kërcimet e fëmijëve ishin një tjetër perle mbrëmjes të mbushura me elegancë, siguri dhe një energji të sinqertë që ndezi atmosferën. Një moment i veçantë ishte shfaqja e fëmijëve të prenjasit, të cilët sollën në skenë thesarët tanë folklorik, Vallja e Rajcës dhe Xinxifilja, me kostume tradicionale ritmike, autentike dhe një interpretim që rrëmbeu duar trokitje të merituara. Organizatorët vlerësuan të vegjëlit për emocionet e përcjella, për kushtimin dhe talentin e tyre. Një mbrëma dhe ju faleminderit për këtë energji, për këtë sallë që ju mbështesni në çdo moment fëmijët tanë dhe tuaj një konsert. Faleminderit gjithë kompozitorëve, poetëve dhe orkestruesve që ju përgjigjen thirrjes sonë për të sjellë këngë për këta fëmijë të mrekullueshëm. Faleminderit gjithashtu dhe Bashkisë Gramsh dhe kryetarit të saj, zoti Besian Ayazi, që në çdo hap që ne hedhim është mbështetësi ynë kryesor. Falenderoj në veçantë bashkë me stafin për gjithë aktivitetin e mrekullueshëm që keni bërë me punën tuaj të palodhur. Faleminderit dhe mirënjohje. Falenderoj gjithashtu miqtë më të mirë të fëmijëve, ata pa të cilët fëmijët nuk do ishin këtu të interpretonin dhe ne nuk do kishim çfarë të dëgjonin. Tekst shkruesit, orkestruesit, kompozitorët, Arianin, Çini, Blogin, Pati Stupin, grupin tonë, Pëntjerin, profesor Skënder Lumshi, një duar trokite për gjithë punën e tyre. Një falenderim shumë të madh e kam për gjithë ata që na bën këtë natë magjike, për gjithë fëmijët që ishin pjesë e këtij aktiviteti kaq të mrekullueshëm, edhe si çdo gjë. Kulmi mbrëmjes erdhi me shpalljen e këngës fituese Vera, krijim plot ritëm, gjallëri dhe atmosferë verore, me tekst të Lejdi Shqiponjës, muzikë të Dritan Lumshit dhe orkestrimin e Endri Shanit. Kënga u interpretua me shpirt nga kori fëmijë.